Kryetari i Bashkisë Himarës Vangjel Tavo ka reaguar pas të ashtu quajturave lajme që qarkullojnë mbi aludime të rëndësishme të pabazuara që përfshin emrin e tij në ata ashtu quajtura përgjime të SPAK, duke pretenduar se ai ka premtuar t'i dhurojë njerëzve të botës së krimit të organizuar miliona metra katror tokë në zonën e Gjirit të Gramës. Aruba dhe arubaxhinët e medias dhe të opozitës shqiptare, shpreh Tavo, teksa thot se nuk e mora mundimin t'i përgjigjem një çmendurie të tillë, por kur çmenduria merr dhe portaleve apo gazetarëve arubaxhinj e gjobaxhinj ju bashkohen edhe politikanë të opozitës, u detyrova të qartësoj për publikun dhe jo për ta disa të pavërteta të trasha në këtë histori. Së pari, thot Tavo, aludimet lidhen me një përgjim të aktorëve të krimit të organizuar në korrik 2024. Atë kohë, unë nuk kam qenë kryetar bashkie dhe nuk kam mbajtur asnjë funksion drejtues shtetëror, apo të kem patur në një kompetencë vendimarrëse që lidhet me menaxhimin e territorit. Edhe sikur unë të kisha qenë kryetari i Bashkisë Himar, edhe sikur unë të kisha mundësinë të dhuroja territoret e bashkisë, njërit apo tjetrit, ka një gjë shumë të thjeshtë. Gjiri Gramës, të nderuar lexues, gazetar dhe deputet, nuk është në jurisdiksionin administrativ të Bashkisë Himar. Kjo zonë gjeografike dhe turistike i përket Bashkisë Vlorë dhe Vangjel Tavo nuk mund t'ia premtonte askujt për t'ia dhuruar. Mediat apo portalet me pronar të njohur e të panjohur, nëse duan të bëjnë gazetari investigative, duhet të bëjnë edhe diçka, një të thjeshtë, një telefonat personit që atakohet. Po ta kishit bërë, do të kishit mësuar se unë nuk kam patur asnjë detyrë atë kohë dhe zona për të cilën flitet nuk është fare në jurisdiksionin e bashkisë që unë drejtoj tashmë. Ose mjafton të bënit një kërkim të thjesht në Google dhe mëson edhe më shpejt të njëjtat gjëra, pa rënë në gabime që dëshmojnë ignorancë në çdo drejtim. Por me sa duket, qëllimi nuk ka qenë të bëhet gazetari, por të denigrohet një person dhe një zyrtar publik. Tavo thot se më e pafalshme kjo edhe për deputetët e opozitës, që janë edhe me origjinë nga këto anë dhe nuk din hollësirë kaq të vogla, por vrapojnë të bëhen përçues të këtyre akuzave të shëmtuara me pretendimin se po i referohen mediave. Cilave media? Mund të debatojmë publikisht, të shkëmbejmë replika për çdo çështje që lidhet me cilësinë e qeverisjes, menaxhimit të bashkisë, shërbimeve e të tjerë. Jemi të hapur për çdo gjë. Në një shoqëri demokratike, debati publik duhet të mbështetet mbi fakte dhe transparencë, jo mbi thashetheme, insinuata dhe tentativa për të dëmtuar reputacionin e individëve për përfitime politike apo edhe më keq shantazhime ordinere gjobaxhinsh. I bëj thirrje kujdo që vijon të përhap këto pretendime të reme, me qëllim apo thjesht mekanizmi copy-paste për disa klikime më shumë të ndaloj me njerë. Çdo përpjekje e mëtejshme për hedhje balt do të ndiqet në rrugë ligjore dhe autorët do të përballen me pasojat përpara sistemit të drejtësisë. E vërteta nuk ndërtohet mbi shpifje. Nuk kisha ndërmend të reagoja, sikundër kam vepruar nga hera, për shpifje banale nga portale apo pseudo gazetar gjobvënës, por kur pjesë e kësaj tallavaje bëhen edhe deputete të opozitës se duan të përfitojnë politikisht nga shpifja, vendosa të sqaroja një herë dhe përgjithmonë sa më lart, përfundon reagimin e tij kryetari i Bashkisë së Himarës Vangjel Tavo.